أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات سبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Pashavrapuesit e shpejt, kuajt që hingëllojnë, e që me thundrat e tyre nxjerrin xhezellima zjarri nga gurët, dhe të cilët vërsulen herët në agim. E në atë qast vërsulje qojnë pluhur, dhe ashtu hidhen në mesin e grumbullimit të armikut. Vërtet njeriu është përbuzës ndaj Zotit të vet, edhe vet është dëshmues i asaj përbuzeje. Dhe ai është shumë i dhënë pas pasurisë. A nuk e di ai se kur të nxirret çka ka në varreza, dhe të tubohet e të dalë në shesh ajo që ishte në gjokse. E atë ditë pa dyshim Zoti i tyre është i njohur hollësisht për punët e tyre. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht falënderimet janë për Allahun dhul Xhelal, salatet dhe selamet mbi të dërguarin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht u përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe rahmeti Allahu dhul Xhelal qoftë mbi të gjithë ju. Të dashur vëllezër, ashtu siç është parapar në bazë të programit, sonte me lejen e Allahu dhul Xhelal, unë do të mundohem, të lexoj 3 sure nga Kurani me përzgjedhje, pra suratul Adiyat, surën Tekathur dhe surën Kauthar. Pra siç filluam dhe e lexuam surën Adiyat, plus Allahu dhul Xhelal që Allahu të na lehtësoj dhe na mundson që prej këtyre ajeteve kuranore, prej fjalëve të Allahu dhul Xhelal, të përfitojmë dhe të prekin shpirtat edhe zemrat tona. Pra, surja Adiyat është në renditje në Kur'an, numrit 100, domethënë është në 100-ta, është prej surave medinase dhe ka 11 ajete. Ashtu si çdo sure e cila ka shkakun e zbritjes apo sebabu nuzul, shkaku i zbritjes, edhe kjo sure pra e ka shkakun apo sebepin sepse Allahu dhul Xhelal e ka shpallur. Në komentimin e kësaj sure thuhet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e dërgoi një grup prej ushtarëve në një ekspeditë të një fis dhe shkoi një muaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dëgjoi se çfarë ka ndodhur me këtë grup të ushtarëve të cilët i dërgojnë në atë vend tek ai fis. Dhe normalisht se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka shqetësue dhe njëkohësisht munafikët të ftyrshat filluan me fol me zvete duke thonë se
i kanë vrarë, domethënë këtë grup të muslimanëve i kanë mbyt, edhe pejgamberi sa më ka mërzit. Andaj Allahu dhe Xhelal përmes kësaj sure e paralajmëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se këto musliman, ky grup i muslimanëve janë shëndosh e mirë. Po ashtu, në komentin e kësaj sure do të mundohem që të përcjell dhe në pas asaj që shohim, kjo sure, domethënë, është në bazë të ajeteve flet për 3 tematika. E para, në këtë sure, Allahu dhe Xhelal fillon me betim. Pra betohet, ashtu si e shohmi që në shumë sure, në veçanti në pjesën e fundit të Kur'anit, në gjuzin ame, Allahu dhe Xhelal betohet në shumë prej krijesave të veta. Edhe këtu Allahu dhe Xhelal pra në këtë sure e fillon me betim. Pra betohet në çka? Pashavrapuesit e shpejt. Nëse shikojmë këtu në Kur'an për këthim, është e vendosur aty në klapa pashavrapuesit e shpejt kuajt, të cilët më thonë hingëllojnë. Pse kanë vendos në përkthim në klapa kuajt? Se Allahu Xhelal nuk e specifikon këto kuajt, por flet dhe betohet për vrapuesit e shpejt. Po si pas kuptimit, domethënë interpretimit përgjithshëm, komentatorët Kur'anit kanë thonë se është për qëllim kuajt, sepse ata vrapojnë shpejt, edhe pse ka mendime të dietarë se është për qëllim, janë për qëllim edhe devët, përveç kuajve janë për qëllim edhe devët, edhe ka kuptimin se çdo sen e cila vrapon shpejt. Çdo sen i cili vrapon shpejt, Allahu Xhelal betohet në të, sepse çdo sen kur vrapon shpejt në një farforme e krijon një zhurma, edhe kuajt më thonë kur vrapojnë shpejt edhe ata hingëllojnë. Pastaj Allahu Xhelal e përshkruan dhe thotë duke thonë e që me thundrat e tyre nxjerrin xixellima. Thonë kur vrapojnë kolt, në veçanti kjo shihet në errësirën e natës. Kjo flet për fuqinë e kuajve kur vrapojnë me ato patkoj që i kanë, më thonë kur i mshojnë gurzeve, nxjerr xixellima. Mirë po, edhe në komentin e këtij ajeti kuranor, një prej komenteve që ka thonë Ikrimi ka thonë se këtu nuk është për qëllim vetëm më thonë xixellimat që kuajt nxjerrin nga këmbët e tyre apo patkojt e tyre, po janë për qëllim bajonetet dhe armët. Edhe lirisht mund ta komentojmë këto sepse armët bashkëkohore, do thonë janë të zjarta, edhe ato do thonë këtu përshkruhen edhe do thonë armë bashkëkohore si tenka, si aeroplanet luftarak, kështu me radhë. Do thonë armët e sotshme të cilët, do thonë kur gjuhen me ta nxjerrin zar. Dhe të cilët vërsulen herët në agim. Pra ka qenë edhe prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kur ka dërguar ushtrinë e vet në një vend për me pa edhe për mësuar kanë shku para namazit sabahut, edhe kanë dëgjuar aty në një vend se u ka një zoni, domethënë kanë thosë se ky vend është musliman edhe nuk i kanë gusë. Por në një vend nëse nuk ka dëgjuar zoni, domethënë është momenti apo koha që armiku në gjend pa përgatitur. Edhe nëse shohmi sot aksionet që merren edhe prej shtetit që kanë ndonjë aksion, dikon krejt merren para sabahit. Më thonë para namaz, pse? Se që tara shka koha që nështë ato njerëzit pushojnë, edhe e gjendë, më thonë, pa përgatitur, që thojmë në një fjalë gafil. Prandaj Allah dhe Xhelal e përmend edhe këtë, më thonë, të cilët, më thonë, vërsulen herët në agim. Çka? E në atë qast qojnë pluhur. Thonë, kuajt kur vrapojnë qojnë pluhur. Por nëse themi edhe me atë komentin bashkohor, edhe tenka kur ec me shpejtësi edhe ai çon pluhur, edhe aeroplani domethënë edhe ai çon pluhur. Dhe çka ashtu hidhet në mesin e grumbullit të armikut. Më thonë kuajt kur vrapojnë hidhen në, më thonë e sulmojnë armikun në mes, duke e goditur në mes, më thonë që ti, më thonë ta shkatrojnë, por ka dhe kuptimin që i rrethekojnë, më thonë nuk i japin hapësirë për tu mbrojtur. Edhe sot normalisht që kur goditet armiku goditet në ato pikat, më thonë më të ndjeshme për ta shkatruar. Thonë pjesa e parë kësaj sure flet, më thonë duke betu Allah dhe Xhelal në vrapuesit e shpejt, e që pas ka kuptimin, më thonë kuajt, të cilët vrapojnë shpejt, mund të jenë devët, por mund të jetë çdo gjë e cila vrapon shpejt edhe armët bashkohore. Pastaj në pjesën e dytë kësaj sure Allah dhe Xhelal
flet për natyrën e njeriut. Çka thot Allahu xhelal, vetë njeriu është përbuzës ndaj Zotit vet. Pra për nga natyra ne si njerëz jemi përbuzës, nuk jemi mirënjohës ndaj Zotit, ndaj të mirave që Zoti na ka dhënë. Edhe vet është njeriu dëshmitar i kësaj. Të ky ajet kuranor, nëse i kthehemi për emrit vetor, që thot vërtet ai, kanë thonë dietarët, nëse është për qëllim vërtet ai, është për qëllim për emrin vetor, ai Allahu xhelal është dëshmues i kësaj. Pra Zoti është dëshmues i kësaj se me të vërtet njeriu mund të ketë dy kuptime për emrin vetor. Vërtet ai Allahu xhelal është, do thonë, dëshmitar i kësaj se njeriu me të vërtet është mohues edhe përbuzës ndaj Zotit. Edhe nëse kthejmë për emrin vetor ai, mund t'i kthejt njeriut. Edhe me të vërtet ai njeriu është dëshmitar i kësaj, do thonë se është mos mirënjohës dhe mos falënderues ndaj Allahut dhul xhelal. Pastaj ajeti tjetër sërish të përshkruan natyrën e njeriut. Çka? Dhe ai është shumë i dhënë pas pasurisë. Pra njeriu është ai i cili e don shumë pasuri. Andaj pejgamberi sa në hadith çka ka thonë, njeriu sikur ta kishte një lugin me ari, do ta dëshironte një të ditë. Sikur ta kishte të ditën, të tretën. Ka thonë syrin e njeriut e frin vetëm dhej. Pra vetëm kur dese, kur të shkojë te varri, atëherë do të thonë njeriu, por ndryshe, do të thonë sado që i jep Allahu dhul xhelal pasuri, ai do të thonë vetëm edhe më shumë ka me dash. Edhe në një hadith tjetër pejgamberi alayhis salam ka thonë, pejgamberi sa vazhdon që njeriu të jeton, të shtohet, do të thonë sa më gjatë, e të shtohet dashuria për disende. Lakmia për me jetue më gjatë, edhe lakmia për me pas pasuri. Do sa më shumë që njeriu sa më gjatë jeton, i shtohet lakmia për jetën, me jetu edhe më shumë, edhe me pas pasuri më shumë. Mirë, pa Allahu xhelal, pastaj çka në kuptimin e tretë kësaj sure, Allahu xhelal na paralajmëron, më thonë në fund, çka? Flet për jetën pas kësaj. Do thonë pasi që njeriu po e doj ka pasurinë shumë, Allahu xhelal e paralajmëron njeriu. Mos o njeri, do të thonë se kjo jetë është kalimtare, kujtoje çka? Kujtoje atë ditë kur do të nxirret gjithçka që ka në varresa. Pra këtu flet për kiametin. Do thonë do të shkatërrohet gjithçka dhe gjithçka do të nxjerr toka. Do të nxjerr edhe njerëzit prej varrezave, gjithçka që është në brendsinë e saj dhe çka dhe do të tubohen njerëzit, do të dalin para Allahut dhul xhelal, edhe do dale ajo e fshehta që është në gjoksa. Allahu dhul xhelal këtu na paralajmëron se Zoti në ditën e kiametit, pasi që toka ka me nxjerr gjithçka, Allahu dhul xhelal ka për të në llogaritur edhe për atë që keni pas në gjoksat tona, në brendsinë tonë, në shpirtat tonë. Andaj nëse ndalemi këto e shohmi në ditën e gjykimit që ka përshku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë tre vetat do të thonë tre njerëz, tre kategoritë të njerëzve janë që do të hinë të parët në xhennet, por edhe të parët që do të hinë në zjarr. Ato që do të jenë në zjarr, kush do të jenë? Dietarët, dëshmorët edhe pasanikët. Pse? Se Allah tash i llogari këtu mbas brendësisë që kanë zemër. Thot Allahu xhelal dietarit, o robiem, unë dash dituri, për çka e shfrytëzove, me çka, do të thonë për çka me diturinë që ta dhash, si e shfrytëzove, edhe për çka e bëni. Thotë o Zot, unë ke diturinë që e pata, më thonë e bëna vetëm për hir tonë, që ta shpërndaj diturinë tim së të tjerë. Allahu xhelal çam kam i thonë ti një. Ke gënjy, këtë se ke bën për hir tim o robiem, por e ke bën që njerëz tonë filoni sa i ditur. Pra Zoti e shfaq atë brendësinë që e ka njeriu dhe po e gjykon e bazë të brendësisë që ka. Dhe po i urdhëron me lajket kapne dhe hudhën në zjarrin e xhenemit. Edhe atij që e ka fliju veten e vet në rrugën e Allahut, ka ra, do të thonë e ka dhënë jetën edhe ka ra dëshmor dhe ne do të thonë va filon njeriu shehit. Por Allahu që e din brendësinë, thotë o robiem, për çka e flijove vetveten? Thotë o Zot për hir tonë. Allahu dhe xhelal që e di brendësinë, thotë ja robiem, ty e bane që njerëz të filani shumë trim, azgan. Nuk e ke bon për hir të Allahut dhe xhelal. Pra i dhron me lajka që me kap me hunë në zjarrin e xhenemit. Edhe njeriu që Zoti i pas ka dhënë pasuri.
Allahu dhe Xhelal e pyet o robi jam, për çka pasurinë që ta dhash? Si shfrytëzove? Edhe ky do thotë o Zot, unë ushqeva të varfrit, ju dhash studentave, ju dhash jetimave, ndihmova ku pas nevojë xhamia ata këta. Allahu dhe Xhelal që po i dinte shetë o robi jam, se ke bon këtë për mua. Po e ke bon që njerëz thonë filani shumë po ndihmon. Po i ushqen jetimat, po ndërton atë. Pra se ke bon robi jam për mua, po e ke bon pra që të lavdërohesh. Andaj i urdhëron me lajke dhe kapne dhe hudhne në zjarrin e xhenemit. Të dashur vëllezër, kjo është më thonë një paralajmërim nga ana Allahu dhe Xhelal, që të kemi shumë kujdes me sinqeritetin ton, se veprat tona për çka i bëjnë. A i bojna për hir të Allahu dhe Xhelal, apo i bojna për sifatësi që njerëzit. Prandaj Zoti na vlen ditën kur do të shfaqen të fshehtat në gjoks. Pra Zoti po i din se çka ki mbrensin. Do shtati ja shfaq dikujt atë dashurinë. Thu për hir të Allahut duhe. Mirë po Zoti e di atë fshehtën se çka kena, apo punën tona të tjera të cilat i bën. Dhe ajeti i fundit, a ditë padyshim Zoti tyre është i njohur hollësisht për punët e tjera. Pra në mujna t'i fshejna në jetë të qëllimet tona, por Allahu dhul Xhelal pra po e din hollësisht se ne më thonë për çka po i bojna, për çka i bojna veprat tona. Pra kjo është ai kuptimi i përgjithshëm i surës Adhiyat. Prandaj tash do të vazhdojna me surën Takathur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëplotit. Juve ju preokupon përpjekja për shumim, shumimin e pasurisë, të fëmijëve e të pozitës. Derisa të vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, pra të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim, më vonë do ta kuptoni. Jo, mashtroheni, sikur ta dinit ju me dije të sigurt. Ju patjetër do ta shihni xhehenemin. Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht. Pastaj, në atë ditë do të pyetni për mirësitë e kësaj bote. Të dashur vëllezër, pra kjo është surja Takathur. Në radhitjen e Kur'an është surja 102. Gjithsej i ka 8 ajete. Sigurisht edhe kjo sure e ka shkakun e zbritjes së vet. Një prej komenteve, në komentin e kësaj sure, që thuhet shkaku i zbritjes kësaj sure, pra është sure mekase kjo, është se dy fise arabe, fisi Menaf dhe fisi Sahmit. Dy fise kanë fillu me bon gara me zveti se kush ka ma shumë numër të fëmijëve. I kanë njëjtë. Kjo ka qenë traditja e arabëve që janë burr me fëmijët e vet. Edhe njëri fis, do të thonë fisi Menaf, kanë dalë me numër më shumë se sa ky fisi tjetër. E çka kanë bë fisi Sahmit, kanë filluar minje edhe fëmijët e vdekur. Edhe kanë shkuar te varrezat, kanë filluar edhe tash u kalun me numër fisit Menaf. Do thonë u banje një garë me sere se kush ka më shumë evlat. Andaj Allahu dhul Xhelal si shkak i kësaj e zbriti këtë sure. Pra kjo sure mund ta ndajmë në disa pjesë. Pra Allahu dhul Xhelal përshkruan
edhe këtu në këtë sure natyrshmërinë tonë të njerëzve. Do thonë garimi për shtim, për me pas. E dyta, Allahu Xhelal na tërheq vëretjen që mos të mashtroheni me një diçka të tillë. Se këto janë çështje të dunjalloku që keni mi lënë. Mos t'ju mashtroj pra shumimi, për pasuri, për evlat, për fëmijë, për. Edhe Allahu Xhelal na përshkruan tash ahiretin. Na përshkruan ahiretin dhe Allahu Xhelal këtu na thot se kena me u marrë në llogari për të mirat që Zoti na ka dhënë. Pra, fjalat tekathur juve ju preokupon çështja për shumim. Edhe në këtu në klapa, në komentin e kësaj sure, sërish është vendos për më thonë pasuria, fëmijët edhe pozita. Pra, e shohmi edhe në aktualitetin tonë, që krejt në bojnë gara, më thonë me pas kush po ka ma shumë. Edhe në aspektin e dijes, edhe në aspektin e pasuris, edhe në aspektin e evladve, kush ka ma shumë. Pra shumimin i ka preokupu shumicën e njerëzve. Edhe kjo është bo shkak që njerëz duke vrapue që me arrit sa ma shumë pasuri, që me arrit pozit, që me arrit famë, edhe kanë bo që me harrue ahiretin. Prandaj, fatkeqësisht e shohim sot, është edhe nëse mund të themi edhe një garë tash për shembull të rinia ose të njerëz, kush po merr më shumë like, kush po merr më shumë shikueshmëri, ose të xhallart, rrinë Zot, kush po ka më shumë xhamata, një lloj gara. Po kjo është natyrshmëri e jone. Pa kush po merr like, kush po merr më shumë shikueshmëri, kush po merr më shumë famë, e kështu me radhë. Pra Allahu Xhelal po e përshkruan natyrën tonë. Pasioni për me fitue shumë. Pra juve ju ka bon që të harroni pra ahiretin. Pra edhe këtune, në këtë ajet kuranore që thamë edhe në surën Adiyat, që njeriu, më thonë, e don pasurinë. Edhe çka ban përpjekje shumë për me shtu pasuri, për me shtu e famën, për me arrit, më thonë, gjëra sa më shumë. Këto është për qëllim pra el hakmu dhe ju preokupon çështja për shumim për çdo gjë. Thonë njeriu çdo gjë don me arrit. Në këto ajete më thonë vina në konkluzion që njeriu, më thonë, bojnë gara njerëz njëni me tjetër, se kush pja ka lënë njëni tjetër. Por deri kur? Që Allahu Xhelal thot deri kur? Deri sa të bëheni banor të varrit. Allahu Xhelal po na tërheq këtu në vërejtje. Pra ju keni mu preokupua, keni me hakate, keni mu lodhë që me shumë, po deri kur? Deri t'ju vjen vdekja. Edhe çka? Kella sawfa ta'lamun. Jo, nuk është ashtu. Jo gjithsesi do ta kuptoni më vonë. Pra ju do ta kuptoni më vonë se që këtë përpjekjen, që këtë preokupimin që keni pas që me bom pasuni sa më shumë, që me arrit famë sa më shumë, që me arrit pozitën më të lartë, e me arrit sa më shumë, kjo janë çështje dunjallokut. E ju do ta kuptoni se i një lodh kot. I një lodh kot. Edhe s'ja ka vlet me u preokupue, edhe mu lodh që ka shumë. Pra ju do ta kuptoni shumë shpejt kur ta shihni përfundimin e jetës. E çka? Atëra a vlen kjo? S'vlen. Prandaj Allah na paralajmëron, kujdes pra mos zgaroni në çështje të dunjos. Edhe kemi hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na tregon që pra kur njeriu vdes, çka e përcjellin 3 gjona deri te varri. Përcjell evladet, e përcjell pasuria edhe vepra. Pasuria ngelet. Familja e çon deri te varri edhe kthehet. Pra ajo që ngel me njeriu janë veprat. Prandaj mos u habitni o njerëz, por hakatni edhe punoni për ahiretin. Se atje do t'i gjeni veprat, derisa përpjekjen që po e bani për dunjallokun, ajo do të ngelet këtu. Edhe Allahu Xhelal në këtë sure na paralajmëron la tarawun al-jahim. Pra ju do ta shihni xhehenemin. Këtu Allahu Xhelal na bën të qartë se çdo kush ka me pa zjarrin e xhehenimit.
qofshin besimtar, qofshin pa besimtar. Komentin e këtij ajeti kuranor thon dietarët se njeriu do t'i paraqitet zjarri i xhehenemit edhe në varr. Pra kur ti në varr, çdo njeri e ka një vend në xhehenem edhe në xhennet. Besimtarit fillimisht ka më paraqit xhehenemi, vendi ku ka pas me shku. Por me veprat e veta që ka bon, bindje që ka treguar ndaj Allah dhe xhelal, pra i thotë se ti sikur mos ju kishe bindë Allah që ke pas me shku. Por me bindjen që tregove ndaj Zotit, me veprat e mira që tregove, pra i hapet dritarja edhe ka me pa vendin e tij në xhennet. Ndërsa jo besimtarit, njeriu të keq, edhe ati do t'i hapet, do t'i tregohet xheneti. Pra sikur ti kishe bën veprat e mira, sikur ti kishe punu vetë që tu ke pas me shku në xhennet. Por ti nuk punove, edhe tash i hapet dritarja edhe vendin e zjarrit të xhehenemit, dhe tash ku ka me shku. Andaj çka në hadithin e vërtet, pra besimtari që do ta sheh vendin e tij në xhennet, do thotë o Zot, sa më shpejt bën kiametin që ti në xhennet. Ndërsa jo besimtar njeriu keq do thotë o Zot, mos e ban kur kiametin, sepse e sheh vendin e tij në xhehenem. Edhe thotë o Zot, mos e ban kur kiametin. Dhe po ashtu do ta sheh xhehenemin çdo kush, duke e ditur se pastaj do ta shihni atë me të vërtetë Allah dhe me. Yakin, do të thonë njeriu kur vdes e kupton atë pamjen e vërtetë e realitetin pa xhehenemin. Dhe mbi urën e siratit, do të thonë çdo kush do të kalojë. E dim se ura e siratit është mbi zjarrin e xhehenemit. Por me hin xhennet, pra duhet me kalu mbi xhehenem. Dhe çdo kush ka për ta pa xhehenemin. Andaj lutem Allahun dhe xhelal që Allah të na ruan nga zjarri i xhehenemit dhe të na bëj prej banorëve të xhenetit. Andaj ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë pejgamberi sa kush thot 3 herë ja kërkon Zotit xhenetin, xheneti thot o Zot mundsoja që ai të hyjë në xhennet. Dhe kush kërkon mbrojtje nga zjarri i xhehenemit, 3 herë edhe xhehenemi lut thot o Zot ruajat prej dënimit të zjarrit të xhehenemit. Dhe ka qenë prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i ka lutur Allah dhul xhelal gjithmonë që t'ja mundson xhenetit. Pastaj Allah dhul xhelal në pjesën e fundit të kësaj sure, çka thot? Pra pastaj do të pyetni atë ditë për mirësitë e kësaj bote. Pra Allah dhul xhelal ka më na pyet neve për të mirat e cilët na ka dhuru. Për pasurinë, për shëndetin, për familjen që na ka dhënë. Pra çdo mirësi që Zoti na ka dhuruar ka për të na marrë në llogari, se këto të mira që Zoti na i ka dhënë, dijen si kemi shfrytzuar, shëndetin që Zoti na ka dhënë, çish e kemi shfrytzuar, pasurinë që Zoti na ka dhënë, si e kemi shfrytzuar. Pra kemi shfrytzuar në bindje ndaj Allahut dhe xhelal, apo ruajnë Zot pasurinë që kena shfrytzuar në haram, dijen që kena pas, e kena shfrytzuar për keq, shëndetin. Andaj ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë njeriu nuk do ta kalon në ditën e gjykimit asnjë hap pa marrë në llogari për 5 gjëra. Edhe për jetën, më thonë si e ka kaluar. Edhe për shëndetin, si ka edhe për pasurinë. E kështu me radhë. Hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do shta nuk do të zgjatëm shumë edhe këtu në komentin e këtij ajeti kuranor, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një herë ka shku te Ayub el-Ansariu. E dim se Ayub el-Ansariu ka qenë daja i nënës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qëndruar në shtëpinë e Ayub el-Ansariut kur ka bëu hijret prej Mekës në Medinë edhe e la devën të lirë. Tha te cila shtëpi shkoi devja, unë çati te ajo shtëpi kam shkuçe në mënyrë që mos i lëndoje zemrat e besimtarëve musliman. Dhe devja Allahu dhul xhelal e udhëzoi që shkoi te shtëpia e Ayub el-Ansariut. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas një periudhe e ndërtoi shtëpinë e vet dhe pas një periudhe shkoi për ta vizituar Ayub el-Ansari. Bashkë me Abu Bekrin dhe Omerin. Edhe kur e pa Ayub el-Ansari u gëzoi shumë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e viziton. Dhe u ngrit, thot, i ofroi pejgamberit sa dhe Abu Bekrit dhe Omerit hurma të thata, pastaj morë dhe prejti një degë të njomë me hurma të njomë. Pastaj thot u ngrit dhe shkoi e mori një kinç e preu edhe përgatiti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si misafir. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si shkak i këtyre mirësive
e lexoj ajetin kuranor. Thot se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i rëndën sy të lot. Dhe tha: "Thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Pastaj do të pyetemi atë ditë për të mirat e kësaj bote. Shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Abu Bakri, Omeri, u ndjen pak në siklet, se Zoti ka më na marrë në llogari edhe për mirësitë, ushqimin që na ka dhënë, shëndetjen e të mirat që na ka dhënë, ka për më na marrë në llogari. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas kësaj tha: "Nëse gjendeni në një moment, domethënë situatë të tillë, domethënë që keni ushqim, thujini bismillah me emrin e Allahut dhul xhelal, dhe kur të mbarojni pra ushqimin thujini elhamdulillah, sepse me kët e keni dal hakësh asaj të mirës Zotit që Zoti ju ka dhënë." E lusmi Allahun dhul xhelal që edhe neve të na bëj mirënjohës ndaj të mirave të Zotit. Me radh, inshallah do të vazhdojmë me surën Kauthar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Më të vërtet, ne të kemi dhënë shumë të mira. Andaj falu për Zotin tënd dhe thar kurban. Më të vërtet, ai që të urren ty, ai vet është fatpërher. Të dashur vëllezër, pra ashtu siç thamë edhe për surët tjera, kjo sure në Kur'an është e radhitur me numër 108. Është sure mekase, pra është prej surët para që e shpall pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pse një transmetim thuhet se është sure medinase, po sipas shumicës është sure mekase. I ka vetëm 3 ajete kuranore dhe është surja më e shkurtë në Kur'an. Si që thamë edhe surët paraprake, edhe kjo sure e ka shkakun e zbritjes. Pse ka zbrit? Pra shkaku i zbritjes kësaj sure është se ka shumë transmetime, po ajo përgjithshëm është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka vdek njëri prej fëmijëve vet, prej djemve. Edhe armiqt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mushrikët e Mekës, në këtë rast, në këtë moment e gjetën që ta lindojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta sulmojnë pejgamberit alaihi salatu wasallam, me çfarë? Duke i thonë se pejgamberi sa se këtij më ju shue loza. Më thonë është fat prerë, më kes ka më pasardhës, edhe njëkohësisht nëse s'ka pasardhës këtij më edhe pejgamberllëku do t'i ndalet, s'ka kush e ndjek edhe kush e pason, edhe kush e përcjell mesazhin e tij e kështu me radhë. Duke harruar se loza nuk shuhet vetëm nëse nuk e djem. Po loza mund përcjellet edhe përmes, më thonë gjinis femror, përmes vajzave. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pas vajzat, mirë po, mushrikët e Mekës e kanë sulmu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kanë dasht me e lëndue. Andaj Allahu dhul xhelal në këtë mënyrë dashi me ja shëru zemrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me ja përkujtue të mirat që Allahu dhul xhelal ja ka dhënë pejgamberit alaihi salatu wasallam. Andaj tha, ne me të vërtet kemi dhënë shumë të mira. Ne të kemi dhënë shumë të mira. Tekathur, kuptimi i fjalës tekathur ka dhe më thonë njërën më të lartë mirave. Më thonë kina dhënë shumë të mira. E dietarët tash kanë bërë koment se cilët janë këto të mira që Zoti ja ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ne do t'i cekim ato më të përgjithshmet. E para prej të mirave që Allahu xhelal ja ka dhënë pejgamberit alaihi salam është se Allahu xhelal ka zgjedhur pejgamber. Dhe ka bëu vulën e krejt pejgamberëve. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bëu që me pas më shumë ti pasus. Prej krejt umeteve, më shumë ti që kanë me besu edhe kanë me pasu pejgamberin Muhammedin alaihi salam, do janë umeti i Muhammedit alaihi salam. Pastaj e ka bëu që pejgamberi me pas trashëgimtar dietarët. Shka në hadithin e pejgamberit sam se dietarët janë trashëgimtar të pejgamberëve.
Pra kanë me përcjell dijen e tij apo vahjin, shpallën që Allah dhe Gjela ja ka shpall pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj shefatin që Allah dhe Gjela ja ka dhënë ditën e gjykimit. Pejgamberi sa do të bëjë shefat për umetin e tij. Pastaj haudin, një kroj të veçantë që Allah dhe Gjela ja ka dhënë pejgamberit alayhi salam, ku umeti i tij do të pi në ditën e gjykimit. E ka thënë pejgamberi sa kush pri ujë prej haudit, ai më kur nuk ka mendje etje. Edhe ne, umeti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kena me pas rastin me pije ujë prej gotave që ka mimush pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allah na mësoft që me pije prej krojt të haudit. Pastaj thuhet se prej të mirave që Zoti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dhënë është një lum në xhenet, lumi Kauthar. Lumi Kauthar, do thonë që është, do thonë ai lumi kryesor, ndërsa lumej tjerë janë si ato proskat, ndërsa lumi kryesor ka më qenë në xhenet lumi Kauthar. Pra, këto janë disa të mira që dietarët i thonë, edhe pse kuptimi i përgjithshëm i përfshin krejt çdo të mira. Pra sa i prej të mirave që Allahu dhul Xhelal ka dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se na gjithmonë dërgojna salavate mbi Muhamedit alayhis salam. Domethënë e përkujtojna pejgamberin alayhis salam. Sa herë në ditë falmi namaz, kur rina në tehiyat, gjithmonë e përkujtojna pejgamberin alayhis salam. Ezani kur thirret çdo ditë, 5 herë në ditë, çka thonë ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Thonë përmendet emri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kështu me radhë. Prandaj Allah dhe Xhelal si shkak i kësaj e urdhëron pejgamberin sa pas ja përkujton këto të mira që ja ka dhënë Zoti, çka thot, andaj ti falu për hir të Zotit tënd edhe tharr kurban. Falu për hir të Zotit tënd. Edhe këtu është shumë e rëndësishme vëllazër. Kjo për hir të Zotit tënd. Do thonë bane ibadetin, adhurimet për hir të Zotit. Mos i bën për dikant tjetër. Por bane vetëm për hir të Allahut xhelal. Komentin e kësaj dhe falu për hir të Zotit tënd, dietarët kanë thonë, a është për qëllim falja 5 kohëve të namazit, a është për qëllim falja e namazit Kurban Bayramit. Ka dietarë që kanë thonë, është për qëllim falja 5 kohëve të namazit. Pra fali 5 kohë të namazit, dhe ka dietarë që kanë thonë, është për qëllim me që përmendet therrja kurbanit, është për qëllim falja e namazit e Kurban Bayramit, dhe pastaj therrja kurbanit për hir të Allahut dhe Xhelal. Sidoqoftë, pra Allah dhe Xhelal thotë dhe falu për hir Zotit. Nuk e cek drejt përse drejti faljen e namazit e Kurban Bayramit, andaj pra falu për të mirat që Zoti i ka dhënë, edhe këtu në një farforme edhe neve na përkujton, pra o ju musliman, të mirat që Zoti ja ka dhënë, pra falni për hir të Zotit dhe bani veprat për hir të Allahut dhul Xhelal. Dhe bani veprat për hir të Allahut dhul Xhelal. Andaj e kemi edhe ajetin kuranor ku Allah dhul Xhelal thotë, çka thotë? Thuaj, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja jam të gjithë për hir të Allahut dhul Xhelal. Dhe ajeti i tretë, çka me të vërtet ai që të urren ty o pejgamber, me të vërtet ai është farsosur. Më thon Allah dhul Xhelal këto ne ja tërheq dhe mendjet pejgamberit alayhis salam që ato o pejgamber, ato që ty të urrejnë, edhe të thonë që je farsosur, me të vërtet ato janë fatprer, edhe ato janë farsosur. Pra, nëse shohmi ato që kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ato janë harru, nuk i përmend kush. Ose nëse përmenden, ato përmenden për keq. Se këto është fatprer, fjala ebter, do të thonë dikujt që ma nuk përmendet. Ose më thonë nuk ka pasars. Nuk ka pasars. Pasars të cilët i kanë pasur ato që kanë sulmu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i kanë harru baballarët e tyre. Edhe ndoshta shumica atyre janë bërë besimtar musliman. Andaj fatprej do të thonë që edhe ai i cili përmendet edhe për keq. Përmendet po përmendet. Për shembull siç e kemi Abu Jahlin, Abu Lahebin, edhe ato armiqt që kanë luftu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa herë që ne i përmendmi për keq. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tham Allahu xhelal e ka lavdëruar, e ka bë krijesën më të mirë. Andaj lutemi Allahun xhelal që Allahu xhelal na begatoj me të mira, lutemi Allahun xhelal që Allahu xhelal na indriçon zemrat tona me fjalën e tij,
me Kur'an, lusmi Allahun dhe xhelal që Allah Kur'anin të bëj shërues të gjoksave dhe zemrat tona dhe ndërmjetësues shefat për neve në ditën e gjykimit. Allah dhe xhelali ju shpërbleft për durimin që patë dhe treguat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.